Qa o fatkeqësia me e madhe nuk I qojmë fëmin me mësu gjuhën e vetë amtare, po I qojmë në për xhamia atje me mësu për fenë islame. Fëmija sa të rrua shkojnë javë vëndojnë të vashamijat në për koka fëmive, jo jeni musliman, jo do të me bo këta, e unë kulturë më rapamet, e kulturë që na ka imponu për e me gjve shekullur. Po do të më vetë dësurë, si rinia, si popli me dita ton të paren që këna pas historinë tonë, kulturën tonë, jo me marë kulturat popli tjerë që na imponojnë armisë tonë. Kjo është shumë bërgose, se shkenca thot 3-4 gjuhë, se cili njeri mund t'i di, perfekt me rujt gjuhën në anë, sa dhe vetë. E kjo është një temë shumë e dhimbshme. Jam këto me dy persona, cilë do të flasim për traditat. Përshëndetje. Mirë, Qysh jeni? mirë faleminderit. Përshëndetje. Përshëndetje. Sot e kam pyetjen sa po ruhen traditat Kosovë. Apo I kena harru keq? Është temë edhe ndishme dhe aktuale. Mjerisht ato gjonat e bukura që I kem trashëguar me shekuj, jemi të I harru, përsa dhe me qëllim të I lanë. Ndërsa disa që nuk janë të mia, nuk përshtaten me karakterin dhe me etikën, moralin shqiptar, kanë fillu me I marë. Kështu që është shumë gjendje delikate, sepse rinia është shumë e rëndësishme. Si të formuohet rinia nëse nuk edukohet mirë, pastaj këtë kombi ka pasoja, se rinia është e ardhshme. Kështu që kjo është përkeqardhje, por nuk kemi në situatë mirë. Mirë po këtij populli asnjëherë nuk I kanë mungu njerëz, patriot, adhëtarët, cilët I dalin ballë proceseve dhe ju prin gjitha proceset që të mbrohen vlerat, tradita dhe çdo gjë e bukur që ishte me shekuj shqiptare dhe do të vazhdon të jetë. Çfarë do të me ba na si popull për me kthy apo për me rujt traditat tona? Po do të më vetë dësurë, si rinia, si popli me dita ton të paren që këna pas historinë tonë, kulturën tonë, jo me marë kulturat popli tjerë që na imponojnë armisë tonë. Me ndruen me çdo gjë që është antikomtare aty, po na imponojnë këtu në vend tonë, që ato do të me ka të kujdesshëm për shembull, sidomos për rinin e për këta popullin tonë. A kanë më kthy rinia jonë të traditat tona? Po shiqo, kur tani kemi shtet, do më thonë ne një kohë gjatë ishim pa shtet, ishim të pushtuar, ishim në situata shumë delikate, shumë vështira. Tani kalu 25 vite që kemi shtet dhe I çdo shteti të funksionojë dhe këto gjona shumë shpejt I rregullon shteti, ka mekanizma të gjitha, edhe mjerisht politika shumë e dobët edhe tani kemi është bare prindve, prindë kanë detyrë, po ndrysh është kur edhe prindë edhe kanë degraduar dhe arsimi, kanë degraduar gjitha segmentet. Ju jetoni jashtë Kosovës? Kam jetu një kohë, tani jemi këtu. Do me thonë, sa e kanë rujt mërgjimtar tonë traditën, kulturën, artin, përgjithësi këto gjana, sepse vërtet është diçka e mjerim kur I shohim janë Kosovë nuk pidina ma mirë se ata që jetojnë jashtë Kosovës. Pyetje shumë e vend, kushtrim. Deri vonë kanë provu ashtërujt pak, por tash kanë ora ajo gjenerata ku ata që ishin tri relativisht janë bo prind. Edhe të qenë shtete kapitaliste ku puna është në rëndë pare, duhet punojnë natë e ditë, nuk po du me I arsyetu, që kanë përgjithësinë prind, mirë po fëmijët kanë fillu me qalu, edhe një pjesë bukur e madhe, mos 100% nuk flasin fëmija shqip në perëndim. Kjo është shumë bërgose, se shkenca thot 3-4 gjuhë, se cili njeri mund t'i di, perfekt me rujt gjuhën në anë, sa dhe vetë. E kjo është një temë shumë e dhimbshme, që prind nuk po punojnë me fëmijën të vetë. Duhet me punu, me rujt gjuhën, me rujt traditën ato të bukura që I kemi, edhe mund të bëhet shkencëtar edhe të arrin jetë majet më të larta dhe të arrin traditën dhe gjuhën e vetë, se cili njeri. Ju jetoni në Kosovë? Ja, jashtë jeton. Edhe ti jeton jashtë Kosovës. Traditat e dasmës, a janë harru në Kosovë?
po janë harruar tash, kemi marrë një kulturë si perëndime, tu janë harruar ato, po duhet me shkuar në krahas me perëndimin për shembull. Mo jek për aty në gjona që kena pas dhe gjona kanë qenë pak ma mrapa mirë, tash kena hin ka civilizimi pak, ato e. Pak ma shumë ka civilizimi. Po, ma tepër që ato. A mos po na prish ky civilizimi të prumë? Mos po na prish neve Po e ka onën, po prapë se prapë e ka ato onën pozitive ma tepër e ka. Më falë, për ndërhyjme, më falë. Civilizimi a termi gjonë. Po. Vetë fjala civilizim ka konotacion pozitiv, si civilizo. Mirë po tani janë ato parametrat. Apo keq interpretojnë njerëzit civilizim. Mos me keq përdor. Demokracia është e shajt, fjala demokraci, por nëse keq përdor, kalon në anarhi, kalon diçka ke tjetër. Kështu që civilizimi duhet ta kuptojmë si koncept pozitiv. Civilizim çka do të thotë? Me koni sjell shumë me njeriun, me tjetrin, mu sjell mirë, është edukat, mu vesh normal, për shembull ndeti duhesh mu zdesh. Mirë po shkoni dasëm, duhesh të vishesh pak ma në shkollë, duhet të jetë pak ma serioz i veshun. Kështu që kjo është ajo, mirësjellja, këto janë ato. Bravo. Çfarë mesazhi ju kishte dhënë gjithë prindve që jetojnë jashtë Kosovës? Po i kështë shalom mesazh si me pas të kujdes të fëmija tyne që mos me harruat kulturën e të parëve të vërë, historinë, mos me marrë kulturë të huj, për shembull, jashtë, po me majtë ato identitetin tonë me rusi këmë, për shembull. Se ka raste, për shembull, jashtë, që jem atje punoj, për shembull, që fatkeqësia më e madhe nuk i çojnë fëmin me mësu gjuhën e vet amtare, po i çojnë nëpër xhamia atje me mësu për fenë islame. Fëmija sa të rrua shkojnë javë në të vashaminjat në për koka fëmijëve, jo jeni musliman, jo do të me bo këta, e unë kulturë më rapamet, e kulturë që na ka imponu premjëve shekullor. Për shembull, se na më këthy në ato situata ku më qenë, sikur këtu për shembull indigjena na jo me shtin leq, shaminjat në për shkolla me ka të lejushme, ku mund me ka të lejushme vështi, qa kiti? Jo feja islame ne, feja islame na ka imponu ajo, na të ko gjana negative për shembull. Fëmijë sa të ruhet me shku me frymësu në për xhamia, për gjana të këqija, ekstremizëm me sene, dhe të me shku në paralel me Evropën, jo më këthy mrapa me shejë, ku e di ku kem qenë. Qëto janë këqija, për shembull, dhe me pas kujdes të prindit. Këto jo feja jonë, që shto jo e më dë, këto janë propaganda tyne. Qëto janë. Njëjtët pyetje u kisha përgjigj dhe përkroj plotësisht kolegun tim, por spari gjuhën. Ta ruajnë gjuhën, është tepër më rëndësi, prind punojnë që ta ruajnë në shtëpi, s'paku burrë grup, flasin prind, flasin shqip, ta ruajnë gjuhën dhe të ruajnë gjitha traditat, t'ju flasin fëmijëve aq sa din prind për të kaluamën, e lavdishme dhe dhimbshme këtij populli. Edhe kështu që çka dojmë na madje kur e thot presidenti i Francës, ju keni kriju Evropën. Janë fakte gjalla që kemi dhënë shumë për civilizimin evropian, të parë tonë shqiptare. Tani ne kemi leju të degradohemi në disa aspekte, kështu që asgjë nuk kërkohet. Trim shqiptar evropian, civilizim evropian do të thotë kulturë, mirësjellje, asgjë tjetër. Dhe secili ka drejt të lutet krijuesit, Zotit, si don, por në vende të caktuara, me rregulla të caktuara, pa pengu tjetrin, pa bonjourëm. Ju faleminderit shumë. E ju të dashur miq që rrini me neve, sepse gjonat e mira i sëllëve që na ruajnë gjuhën, ta dina se nga kena ardhë, t'i ruajnë traditat tona shekullore, sepse ta dina nga jem, ta dish nga ke ardhë, ta dish se ku po shkon, është virtyt, ta ruajnë familjen, është mëkat, ta imponojmë diçka që nuk na lejohet. Atëherë të dashur miq, rrini me neve sepse gjonat e mira i sëllëve që na